ai ka tentuar në mënyrë të vazhdueshme të ruaj imazhin ndërkombëtar të që lideri i shqiptarëve të Kosovës është i përcaktuar për paqe, sepse ka konsideruar vetëm kjo do ta detyrojë perëndimin, nga se sipas kalkulimeve që janë bërë, nëse nuk do të kemi mbështetje ndërkombëtare vështirë se do të mund t'ja dilni mban për të avancuar kauzën tonë kombëtare. Këtu është arsye pse Rugova asnjëherë nuk ka heq dorë prej këtij termi të jashtëzakonshëm, ka qenë një term me cilin është preferuar dhe ka operuar edhe besonte dhe ka operuar komuniteti ndërkombëtar duke e shpall paqen universale si qëllim final të demokracive perëndimore. Dhe kështu që arsyeja pse Rugova në vazhdimsi do thotë ka operuar me këtë term ka qenë që ta ruaj pikërisht këtë që gjuha e lidershipit politik të Kosovës të jetë në pajtim plot me gjuhën e shteteve perëndimore, në pajtim plot me atë të shteteve perëndimore, dhe mos harro se nuk është se nuk ka pasur kjo efekte në mobilizimin e bashkisë ndërkombëtare. Gjitha fjalimet, nëse i ndëgjojmë me vëmendje të liderëve perëndimor, kur deklarohen para opinionit të tyre për të justifikuar se pse po detyrohen të intervenojnë, e kanë pasur si referencë edhe për kushtimin paqësor të shqiptarëve të Kosovës, por që Miloševiqi kishte refuzuar në mënyrë kategorike të dialogonte për restaurimin e të drejtave të mohuar. Dhe ky ka qenë një element i rëndësishëm në formësimin e justifikimit politik të diplomacisë. Tirania mizore, dhuna ndaj civilive, përvoja, kuptohet edhe përvojat në Bosnjë, në Kroaci, do të nisma të ushtarake, por edhe ky element është integruar në kuadër të justifikimit të gjithë liderëve perëndimor, pse e bën intervenimin, pse dha intervenim është kryer pa mandat të OKB-s, por pse e bën etik. Do thotë pse të qëndrueshëm, pse konsiderohet njëri prej intervenimeve të para, lufta e parë etike e një aleance perëndimore në mbrojtje të drejtave të individëve, drejtave dhe lirive të njerëzit kundër një regjimi. Në këtë aspekt doktor Rugova kishte rolin e tij. Ja kishte arritur të thotë që gjumbi komunitet ndërkombëtar që ambicia e popullit të Kosovës nuk është tirania, është demokracia, është pluralizmi, drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, është dialogu. Dialogu, absolutisht. Se ne po e refuzonte Milošević. Qoftë gatishmëria e tij qoftë gatishmëria e tij që me çdo kusht për ta mirëmbajtur lidhjen sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me vende të tjera, për ta mbajtur me çdo kusht kontaktin diplomatik. Ai kishte pranuar që takojë edhe me Miloševiqin, mos harro në vitin 1998 kur kishin filluar lufta po shpërhapjen e territorit në Kosovës, me një parakush që t'i mundsojë një takim me presidentin amerikan Bill Clinton, sepse e dinte që në fund ky do të pësonte fiasko politike vetëm nëse mirëmbaj pikërisht lidhja me shtëpinë e bardhë. Dhe për hir të qasjes në shtëpinë e bardhë ka qenë gjendje të bëjë edhe kompromise në shikim parë që e kanë dëmtuar në sytë e opinionit personalitetin dhe karizmën e tij politike.